Ministri i mbrojtjes Pisevengu. Piro, Më ky Pirovengu. Po çfarë bën kështu? S'ka që pa se nga tropa. S'ka lezet. Aksion. Shumë faleminderit që të gjithëve që keni ardhur. Dua ta nis me disa fjalë. Zemre dhe më thonë për kryeministrin ton Edi Rama, i cili boni gjithat protest për UÇK-n kësheshi Skënderbej që edhe pat vetë dhe më thonë, por unë do të them që ajo është burr, pat burr me rrët dhe më thonë. Atë që ka bo ai se ka bo njëri, deri më sot nuk ka thonë njëri në mes Beogradit, në sytë Vučićit, që ne e njohim Kosovën e gjitha, thot që keni pa vetë. Ju këtë dini shumë mirë që të gjithë se futni në YouTube edhe shef videon aty, po ju s'dini këtë tjetrën që ai përveç kësaj që ka bo, ai ka marrë vetë pjesë vetë në UÇK, të më thonë. Nga që ka qenë shumë modest, nuk ka qenë i regjistrum me emrin e vetë Edi Rama, po ka qenë, në më thonë nuk ka pas njohë si Ruli i vogël i gjatë. Po të pyesësh, kush o Ruli i vogël, gjithë thojnë, Edi thënë. Në më thonë ata që ka pas marrë pjesë në ushtri në atë kohë kur bëhet laf. Që më thotë re? Shlej po he. Nuk ka se ka qenë në front kryesor, por ka qenë kryesanitar në UÇK, edhe kjo është i rol shumë i rëndësishëm, normalisht, shumë i dobishëm. Edhe unë personalisht i heq kapelen, për momentin s'kam vendosme, po të kisha dhe ta kisha heq pa hezitim dhe pa deviacion. Faleminderit shumë që të gjithë dhe të ta ngremi doli për Rulin ton të vogël dhe të gjatë Edit. Faleminderit për gjithë gjona që na ke shërbyer, domethënë në ato vite. Faleminderit.